Për 9 vite trajton një nxënës si fëmijën tënë dhe me marrjen e diftesës pas një kohë shumë të shkurtë nuk kanë gjendje me ta kthy në mirë ditë ose në të ngjatë jeta. Kjo është qetësuese. Rinin po na e merr Evropa, ne po mesim në moshë vjetër në këtë shtet dhe pa rinin nuk ka kuptim as ky vend, as fshati, as shteti. Me herët numri banorë në këtë fshat ka qenë rreth ma shumë ndoshta se 2000. Tani për tani supozoj që s'mund t'jetë numri ma shumë se 500 banorë. Kjo shkollë, si që thash me herët, e ka dhe mësuesin dëshmor Hakim Al Raci, i cili është vrarë në oborrin e shtëpisë së tij në morsin e vitit 1999. Është vrarë vetëm që nxënësit tanë të kësaj shkolle mos ta ndërpresin mësimin. Mirëseardhje në shkollën Ymer Berisha, unë quhem Isni Raci, drejtor aktual i shkollës Ymer Berisha në fshatin Siçiv. Fillet e punës time si mësimdhënës janë në vitin 2001, në 2006 kam qenë një mandat drejtor, pastaj mësimdhënës, tani që 2 mandate punoj si drejtor i shkollës. Realisht, kjo shkolla është ndërtuar me 2 korrekt vitit 1990, me vetë kontributin e fshatarëve dhe shumë mërgjimtarëve tonë anë këndë Evropës, të cilët nuk e kanë kursyer ka fshatën e gojës që shkolla të jetë funksionale mu në fshatin tonë në kohën e okupimit serboslav. Shkolla ka fillu punën si shkollën e vetën 1996, është përmarrësu, sepse nxënësit tonë kanë punuar në shkollën Irzenel Hajdini në Ujmir, kanë udhëtuar me kilometrat e gjata, kështu që plesht tonë, kryefamiljare tonë, kanë menduar që domosdoshmërisht duhet ta ndërtojnë shkollën në fshat për kushte më të mira për nxënësit e këtij komuniteti. Por realisht vitet e pas luftës si në fshatin tonë dhe në gjitha fshatra tjera ka pas pengesë ose neglizhencë të projekteve. Tani realisht në fshatin tonë po flas janë të gjitha projektet e realizuar. Kemi rrugë të asfaltuar, kemi kanalizimin e ujrave të zeza, kemi ujësjelësin hidrodrini, rrjetin e ri elektrik e shumë projekte të tjera të cilat i ka realizuar Komuna e Klinës. Po saktë di sepse jam i prirur më shumë flas për shkollën se sa për fshatin. Në shkollën tonë po flas me vite tani. Në fillimin e vitit 92, 96 ka punuar vetëm cikli ullt. Pastaj në shtatorën e vitit 1996 ka qenë ne deri në klasën e 8, ku nxënës në atë kohë i kemi pasur 245 nxënës në shkollën e vjetër e cila është granator dhe është dashur të ndërtohet kjo shkollë ku jemi sot. Numri nxënësve në këtë vit shkollor ka filluar me 87 nxënës, 5 nxënës kanë marrë fletkalime, kanë shkuar në shkollën Ismet Racin e Klinë, kështu që mendojmë dhe shpresojmë që vitin shkollor ta përmbyllim me 82 nxënës dhe 22 punëtorë që i ka shkolla jonë, plus psikologja cila vjen një ditë në javë, gjatë vitit 98-99. Kjo shkollë, si që thash me herët, e ka dhe mësuesin dëshmor Hakim Al Raci, i cili është vrarë në oborrin e shtëpisë së tij në morsin e vitit 1999. Është vrarë vetëm që nxënësit tanë të kësaj shkolle mos ta ndërpresin mësimin. Tani për tani jemi mirë me stafin e punëtorëve, gjithë mësimdhënës dhe mësimdhënësit janë adekuat në profesion ose në lëndë të tyre.
po fillojnë nga vetvetja. Kur kom qenë vetë në bunkat shkollore, kom pas një kurreshtje të jashtëzakonshme për mësimdhënësit e mi. Tani dallimi shihet. Nuk është ai respekti që gjithat mund jetësore e mësimdhënësi ose mësimdhënësja për nxënësin e klasë. Është pak shqetësuese kur për 9 vite trajton një nxënës si fëmijën tënë dhe me memorien e diftesës pas një kohë shumë të shkurtë nuk kanë gjendje me ta kthy në mirë ditë ose në të ngjatë jeta. Kjo është shqetësuese. Realisht unë jam i fokusuar që çdo ditë edhe çdo muaj ta përcjelli gjendjen faktike në shkollën tonë sa i përket mësimdhënies dhe mësimnxënies. Realisht në kaluarën nxënësit janë orë më të forcuar dhe më të dirigjuar prej familjarët e tyre. Tani është kohë internetit, po na i luan nxënës interneti dhe shpeshherë nxënësit janë më kurrështar të lidhin jashtë njësie mësimore se sa me këto që kanë përgjegjësinë në shkollë. Realisht me folë në shkollën tonë janë realizu për mandatin tim tani edhe me heret, për në këto 2 mandate, nëse flasë për planin zhvillimor shkollës dhe të realizimit të projekte o gati të gjitha projektet janë të realizuara. Por ajo nuk do thotë që nuk dojnë mirëmbajtje. Kemi problem me një fushë të voleybollit, e cila është kërkesë shumë vjeçare, po e pa realizume. Pastaj rregullimin një terrase e cila po na shkakton probleme me lagështi në shkollë, një klasë është dashur të mbyllet në fillim atje dhe nxënësit të mbajnë mësim në klasën e kabinetit. Kështu që do të veçu si projekte ma kapitale është ujtë e pijes dhe ai higienik për shkollën që ka ndodhur në dorën e vitit 2002, buxheti komunës. Pastaj kemi realizuar 2003-ën projektin e ngrohjes në shkollë, pompa termike që ka kushtu diku 28.000 euro. Po në këtë vit kem pas problem me ngrohje për shkak që Keci, kjo korporat që po e din krejt popullin çfarë gjendje na ka pru, ka ndërhyjë me njësorin e orës dhe kemi kalu një dimën të ftoftë nxënësit dhe mësimdhënësit. Ujtë pishëm dhe higienik nga viti 2003 kemi mjaftueshëm sepse asnjëherë s'kemi pas. Po fëmijëria ime, unë atë periudhë kohore me emocione flas çdo herë, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, gjendja ekonomike familjare jo e mirë, por dëshira ndaj prindërve tonë ka qenë gjithmonë e pranueshme, edhe pse prindërit tonë nuk kanë qenë njerëz të cilët kanë pas ndonjë shkollim adekuat, e kanë dashur arsimin. Fshati tash po kaloj për fshatin. Siçeu e ka dashur rrugën e arsimimit qoftë për djem, qoftë për vajza. Unë se harroj fëmijërinë time kur s'kemi pas senet elementare për shkollim, po jemi mundu të shkollohemi mrena mundësive ekonomike që i kemi pas. Një nene cila na ka rrit 7 fëmijë, 5 motra dhe 2 djem, një motër në vitet 70 ka kry mjekësinë dhe tani është në pension, me lejen e prindit kuptohet se atëherë unë kom qenë fëmijë i vogël, po ka pranuar që vajza e tij e para të shkollohet në këtë treg. Pastaj kanë filluar të tjerat. Me një fjalë, Siçeva si komunitet gjithmonë e ka dashur rrugën e arsimimit. Unë po flas në vitet 70 a këndej femra shqiptare ka thyat status quo-n atë akullin e hekur që ka qenë si mentalitet në familje tona që vajza nuk duhet shkollohet. Një popull i cili nuk e ka një nënë të shkolluar, ai popull është gjysmak. Tani po kthehem në bisedë për laboruar historikun e fshatit Siçeu, ku edhe vetë e kum kalu në periudhë kohore bukur gjatë, tani gati jam moshën 65 vjeçare dhe edhe pse
Gjithmonë kom qenë aktiv në këtë fshat, sikur shumë të ri të tjerë. Gjeneza e këtij fshati është dikun para 5 shekujsh. Fshati ndomë në 7 lagje. Po fillojmë se në Lumë e Këndej është territori Siçivës. Lagja e Tafila e Mështarit, është lagja Millaku, është lagja e Vesel Mehmedve, Haxhia e Denve, ku këta janë një gjaku, po të shpërndarë në 2 lagje. Është lagja e jonë këtu ku është shkolla, që qumë lagja e Zhebelve, rreth Zhebelit, është lagja e Deska e Manalt, dhe është një lagje rreth e Desk Sulejman Miftarit, ku nga të moshuarit kom dëgjuar që ata janë një ndër të parë të vendosur në këtë fshat dhe lagja e Millakut. Sa i përket rrugtimit të këtij fshatit, fshat me tradit, fshat i cili e ka dashur vendin e vet, punëtor aktiv, ku gjithmonë kanë punuar me ndjerëz të bollit. Janë marrë me bujqësi, blegtori, dikush kush ka ditë ndonjë zanat, por rehatshëm e kanë mbajt familjen. Sa i përket mërgimit, tu e pa dhe trendin e nxënësve në shkollë, realisht rinin po na e merr Evropa, ne po mesim një moshë vjetër në këtë shtet dhe pa rinin nuk ka kuptim as ky vend, as fshati, as shteti. Tani nuk po kalojnë sektorin e të akuzuarve që e kanë udhëheq shtetin, po realisht unë e marrë që si bombë apo neglizhencë për të kaluar rinia prej vendlinjës për të alshu Kosovën është privatizimi i cili s'ka pas kuptim në shtetin tonë. Fabrikat e mbyllura, njerëz të rinj e dojnë një punë, e dojnë një garancë për mbajtjen e familjes, kështu që e vetmja rrugë e tyre është rruga drejt Evropës. Kjo është qetësuese për shkollën, për fshatin dhe për vetë shtetin e Kosovës. Unë bazë motjo të mia, do të thotë secili njeri i cili shkputet prej vendlinjës, ai e don vendin e vet, ku i kujtohet fëmijëria e tij, po kushtet elementare bazike nuk i gjen dhe nuk kthehen. Shumica e njerëzve, jo që kanë shku të gjithë në Evropë, po kanë dalë edhe nëpër qytetet ndryshme të Kosovës se kanë gjetë një punë, i ka marrë fëmijën nxënës të shkollës dhe u adaptua aty ku e gjen veten. Me herët numri banorë në këtë fshat ka qenë rreth ma shumë ndoshta se 2000. Tani për tani supozoj që s'mund të jetë numri ma shumë se 500 banorë. Tu jemi në klasën ku zhvillohet mësimin e kabinetin e shkollës. Këta kompjuter janë dhurat nga një mërgjimtar nga Zvicra, janë përdorur, por sa me kry punë. Nuk është kabineti kompletuar krejtësisht, këto më shumë bëhet lënda teknologjisë dhe sipas nevojës lëndë biologjie të tjerat. Është një kabinet mesatarisht i mirë, i cili mirë mbahet dhe ruhet nga personeli punëtor dhe stafi i punëtorëve dhe nga mësimdhënësit. Nxënësit janë të kujdesshëm, nuk i kesh përdorin ta, i ruajnë, e kryjnë orën mësimore dhe kthehen në klasë.